Pasyrjes në fuqi të sistemit të pikëve për lejet e drejtimit, çdo drejtues duhet të di se nuk është efektivi rrugor ai që heq pikët. Ashtu si më parë për punojtësin e policisë nuk ka ndryshuar asgjë. Sësia e pikëve që hiqen në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave lidhet me shkeljet kryesore që janë premisë për aksidente rrugore. Në të gjitha këto shkelje, kodi rrugor përcakton një gjop në vlerë leku, në kufi minimal maksimal, përcakton dhe një sankcion plotësues pezullim lejes drejtimi, te kalimi shpejtësisë mbi 20 km/h. Qytetari është i detyruar, shkelësi, detyruar të paraqitet në organ administrativ brenda fatit ligjor, do të marrë gjobën në kufit minimal ose maksimal, do të njihet me pezullim në lejes drejtimit dhe në fund fare do t'i thuhet që për te këtyre dy sanksioneve pikët tuaja kanë zbritur 5-8, referuar vendimit të Këshillit të Ministrave. Çdo drejtues në Republikën e Shqipërisë ka një total prej 20 pikësh në patentën e tij, dhe nëse ato zerohen ai duhet u rikthehet librave. Drejtuesi i mjetit duhet i drejtohet drejtorisë shërbimit transport rrugor kur i humbet pikët në bazë çfarë përcakton kodi rrugor, për të rifituar këto pikë kundrejt një provimi. Që shkosh provim duhet të hapësh librat, lexosh, të regjistrohesh dhe ta kryesh me sukses këtë tezë dhe ta rimarrësh kategorinë përkatëse të cilën e ke humbur. Sipas tolës, çdo drejtues të cilit i hiqen pikët krahas organit administrativ, ai do të mund të njoftohet dhe nëpërmjet portaleve online të policisë, por edhe drejtorisë së transportit rrugor.